I dy takimeve që i pati Kurti me zotin Hamza dhe me zotin Abdigjiku, si me thonë ma shumë mëjtë me po prej takimit me Abdigjikun, sepse me Hamzën pati veç komunikata për shtëp dhe nuk dëllen kështu fizikisht për të deklaru nga disponimi që u vrejt mes takimit të Abdigjikut dhe Kurtit, u vrejt se disponimi është pozitiv, por pozitiv për kënd, nëse më pyetën, mendoj që nëse marrim veç deklarativisht çka deklaroi sidomos Kurti, nuk dha sinjale as pak pozitive për presidentin aktual Vjosa Osmani, sepse unë mendoj që jo rastësisht Kurti e përmendi, tha që në këto zgjedhjet e fundit kur garuam, vetëvendosja nuk pati kandidate dhe kandidat për president, duke ja kujtuar Osmanit se në vitin 2021 në fakt ata hynë zgjedhje parlamentare për duke e përmendur se zonja Osmani është kandidate e vetëvendosjes për presidente. Kurse tash, Kurti me qëllim, e theksoj para media, se vetëvendosja nuk ka posur gjatë fushotës zgjedhore kandidat për president dhe nuk ka kandidat për president. Ai gjithashtu, si me thonë, u shfaqsua për këtë situatë, duke thënë se i ka vetëm 67 deputet që i kontrollon, ta themi ashtu, për cilët mund të përgjigjet, dhe tha se mund t'i propozoj 2 kandidat me nga 30 nënshkrime, por që nuk është efektive sepse nuk i kanë votat për në këtë pikpamje unë shoh që Kurti ose po i dërgon mesazhe serioze dhe ka për një mend që Vjosa Osmani nuk do të jetë më presidente, ose si më thënë po ja teston durimin presidentes aktuale. Ky test i ka edhe 9 ditë kohë tash, apo është testi i vështirë në fund, na fat për fundin. Në fakt, situata është e vështirë, sepse si që tha dhe profesori, për zgjedhjen e presidentit në raundin e parë dhe në raundin e dytë duhen 80 deputet të pranishëm sallë dhe që të votojnë, andaj është një proces i vështirë, mirë po më të vështirë ose më të lehtë do ta bëj emri që do të vijë si propozim, sepse ajo që duhet dihet është se nuk ka kandidat i cili mund të konkurrojë për president pa i patur të paktën 30 nënshkrime. Dhe pra, rrjedhimisht pa lëvizjen vetëvendosje nuk ka as kandidat. Ta shohim emrat që po i shfaqen sepse dita ditës do t'i dim edhe emrat cilët janë. Dhe nëse është zonja Osmani, unë e shoh shumë probleme. Tha edhe zoti Kurti që veç me lidhjen demokratike të Kosovës, edhe me pakicat cilat janë me Kurtin, ata i kanë 81 vota dhe asnjë nuk do të mungojë në sallë. Që i bie, ne e dim shumë mirë që në lidhjen demokratike të Kosovës ka deputet në sallë që për Vjosa Osmanin, besoj edhe prufa pajtohet që nuk të qëndrojnë sallë. Çka ndodh në 2021? Nuk do të qëndronin Tazëm Abdullah Hoti, nuk do të qëndronte Hikmeta Bajrami, nuk do të qëndronte. Kështu që për Vjosa Osmanin unë e shoh tepër të vështirë që me umbri një konsensus.